Ne jemi energjik, ne kemi energji, thithim energji, përcjellim energji. Ajo që ne kemi, atë kërkojmë të tërheqës, ligjin e tërheqës. Do me thënë, ajo që ti ke, dëshiron të përcaktosh të vetja jote. Ajo që ti përcakton të vetja, dëshiron të shfaqësh. Atë energji që shfaq, dëshiron të marrësh mbrapsht. Që do të thotë, në fund të ditës, ti je vetëm një energji. Të gjithë gjërat tona janë energji. Ne jemi energji, funksionojmë me ligjin e tërheqjes. Dhe ligji i tërheqjes ka të bëjë me emocionet tona, me gjërat tona, me ndjenjat tona, me mendimet tona. Nëse ti ke kaluar diçka që të emocionon, normalisht që ligji i tërheqjes do jenë emocione të mira. Nëse ti ke kaluar një emocion negativ, ligji i tërheqjes do të jetë negativ. Do me thonë, kjo varet me atë që ne na rrethon dhe kalojmë. Shpresoj që të kaloni energji të mirë dhe gjëra të mira. Atëherë, kujdes me ligjin e tërheqjes, sepse ligji i tërheqjes t'i jep ato që ne dëshirojmë dhe ato që ne duam të marrim.